Sot Albini po mundohet me teket e tij me shkel rendin kushtetiv juridik të Kosovës. Kjo është e pafalshme. Sot nuk flas si militant partijak. Sot flas më shumë si një qytetar i mllëfosur duke e parë Republikën tonë që ka bërë një paçavur politike. Republika është mbi të gjitha. Është dirë shumë gjak. Unë vetë jam familjari 2 dëshmorëve. Kam antar të familjes, zhdukur në luftë. Albin, nuk kemi gjak për me shkel. As nuk kemi Republikë për me humbë. Duhet me ditë ti edhe komplet sujet. Sot Albin Kurti, ashtu që ka edhe tradit, edhe në doktrinën e tij politike, sërish po fshehet, sërish iku përmes rrugëve ilegale, klandestine, duke hyrë në ndërtesën e qeverisë. Dhe fsheja, thash është doktrinë e tij politike, Albin Kurti është fsheh në Rambuje, ku ne festuam në nënshkrimin e lirisë sonë. Albin Kurti është fsheh në Vjenë, ku ne negocianim pavarësinë tonë. Albin Kurti është fsheh në ditën kur flamuri jonë u prezantua në Kuvendin e Republikës. Albin Kurti u fsheh në ditën e shpalljes së pavarësisë, u fsheh në ditën kur Kosova e intonoi himnin e tij, u fsheh në ditën e ushtrisë, pra i shkoi jeta të fsheh nga përgjegjësia që ka edhe me kushtetutë edhe me ligj. E dera legjitime ku ai ka drejt me hy është dera Kuvendit, dhe jo e qeverisë të cilën e ka uzurpu dhe të cilën e ka zaptu. Ne e dim që është brenda, ne e pam që pram tha i kemi votat për konstituimin e Kuvendit, atëherë i bëjmë thirrje edhe një herë të vi, ta bëj konstituimin dhe mandej të vazhdoj për zgjedhjen e presidentit. Nuk kemi kohë, Kosova ka humbë shumë kohë, që 2 vite jemi pa institucione, kështu që është momenti i duhur që të vi në Kuvendet të krijojë institucionet.